RTS Korça rikthen edhe këtë vit emocionin dhe madhështinë e sportit, duke organizuar për të tretin vit radhazi mbrëmjen gala më të mirët e sportit 2025, një event që ngre në piedestal kampionët e qarkut Korç. Mbrëmja synon të vlerësoj sportistët më të spikatur të gjitha disiplinave, ata që me përkushtim, sakrificë dhe pasion kanë shënuar arritje të rëndësishme gjatë vitit, duke sjellë medalje, trofe dhe rezultate historike për sportin e zonës. Fituesi do të zgjidhen nga një juri me profesionist e kryesuar nga emri i njohur i sportit shqiptar dhe korçar Dimitraj Xhambazi, i cili thekson rëndësinë e këtij eventi për motivimin e sportistëve. Jemi mbledhur disa kuadro të sportit, të cilët do përcaktojnë sportistët më të mirë të vitit 2025 dhe po diskutojmë për njëkohësisht si për sportistët dhe trajnerët më të mirë, po përpiqemi të zgjedhim atë më të mirët që janë, pavarësisht se janë shumë sportistë dhe sportiste që kanë përfaqësuar qytetin e Korçës, jo vetëm në aktivitetet kombëtare, po dhe ndërkombëtare, kështu që porajmë disa mendime dhe themi që të nxjerrim rreth 7-8 sportistë më të mirë, 2-3 trajnerë, 4 trajnerë dhe sportistë që kanë dhënë qytetit të Korçës. Mendoj që është një punë e veçantë, sepse duhet të shoqëritim mirë dhe të japim me pastërti emrat dhe figurat që kanë dhënë gjithmonë për sportin korçar. Mbrëmja gala do të zhvillohet në datën 20 shkurt në orën 18 në ambientet e teatrit Anton Zakoçajupi Korç, ku sporti do të jetë në qendër të vëmendjes dhe emocionet do të kulmojnë me shpalljen e më të mirëve të vitit. Një natë festive, mirënjohje dhe krenarie për Korçën, ku duart trokitje do t'u takojnë kampionëve, ata që kanë shkruar histori suksesi.